janë mish për top, ata që na ndjekin nuk kuptojnë shumë mirë ata, dhe din fare mirë që edhe ajo që mban ti, në fakt është një investim, unë nuk di fare. Thjesht e vetëm ajo çfarë është raportuar diskutimi në media, vjen një investitor të blejë një tokë. Dhe ajo që ne duhet i garantojmë, po jam duke pritur Saliun, që ta dish, jo ty, se me ty, po jam duke pritur Saliun mezi po pres të vi Saliu, se kam një dokument aty orti, që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjet, po për 60 vjet të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vet zhvillimin e gjithë zonës Vërnecit. Master plani. Por jam duke pritur kur të vi, rrezik s'vjen më, kujt punë e tij. Prandaj, zonja kryetare, nderuar koleg, këto ligje që diskutojmë dhe votojmë janë pjesë e një pakete të rëndësishme për afrimin e legjislacionit. Nuk kanë të bëjnë as pak fare me pretendime që ngrej një deputet i cili flet pa u menduar, akuza të pabaza, ke akuza zotëri, që ke akuza që ky ligj erdhe the këtu, që ky ligj po bëhet me porosi. The këtu apo jo? Mirë, dakord. Shko bëj kallëzim penal në SPAK. Shko bëje. Shko thuaj, shko sot, mjafton kaq. Mjafton këto deklarime, kemi ngritur një institucion, shko atje dhe thuaj, po bë. Por ti gënjen, dhe gënjeshtarët, si puna jote, e kanë pasur jetëgjatësinë e shkurtër politike dhe parlamentare. Dhe meqense pas meje ka fjalën një neomarksist i ekstremit majt, por që vetëm lidhje me parimet e neomarksizmit dhe të majtës nuk ka, sot Departamenti Amerikan i Shtetit, sekretari Rubio, organizon një konferencë ndërkombëtare pikërisht për dhunën që vjen nga ekstremi majt. Dhe këtu pastaj është ajo pjesa më qesharake kur një ballist bashkohet me një ekstremist majt dhe merr dhe guximin, ti drejtohet deputetëve e thotë, do t'ju rrethojmë. Po ç'a të rrethosh ti më? Dëgjoj, unë me tipa si ti, do t'a thoja po s'pale rregullore etika e kuvendit. Se do t'a thoja se për çfarë mund të më vyesh ti në jetë, në pjesë të caktuara të ditës pasi ke konsumuar një ushqim të shijshëm. Por se them dot se s'ma le rregulloria. Faleminderit. Po replik zoti ka.